Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë, do të kemi të ftuar një tenor shumë të dashur për shqiptarët, i cili me zërin e tij duket se është bërë pjesë e familjeve shqiptare kudo ku ai merr pjesë, për evente, për festa të ndryshme i ftuar, ndërkohë që vjen për të promovuar dhe për të na folur pak më gjatë për dy këngët e tij më të fundit, të cilat i ka publikuar në nëntor dhe dhjetor të këtij viti, që po përmbyllet, kështu që një vit i suksesshëm me sa duket për të. Le të presim në studio Kastriot Tusha. Kastriot, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu, Kastriot, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit edhe për ftesën. Po përmbyllet mirë 2025 për ty, apo jo? I suksesshme dhe me shëndet të mirë. Ajo është e para dhe nuk diskutohet, po për sa i përket anës profesionale, me dy këngë të bukura të cilat i ke realizuar tani së fundmi. Është e vërtet, janë dy klipe, dy këngë që janë bërë shumë afër në kohë. Para është për Tiranën, është kënduar nga profesor Gajo Çako, nga profesori im më përpara. Dikura. Dhe me tekst dhe me muzikë të Nikola Zoraqit dhe me tekst Dritora Gollit. Ndërsa kënga e dytë është një këngë e bukur që unë bashkëpunoj me një grup simpatik në Prishtinë. Është një djalë me një botë jashtëzakonisht të bukur dhe me një botë, si me thënë, është edhe romantik, po edhe balladat i bën të bukura, Arsim Bunjaku, bashkë me duo Bas Record. Janë disa djemë që vërtet kanë një studio të mrekullueshme. Dhe me që kjo është kënga më e fundit, praktikisht e ke lançuar në muajin dhjetor, në 5 dhjetor. Në mërgim pa ty. Në mërgim pa ty është pikërisht pra kjo këngë. Ne do ta nisim me këtë të parë, me që është më e freskëta. Në mërgim pa ty, Kastriot Tusha, e ndjekim dhe ndërkohë ne ulemi. E ndjekim. Kam një buzë për ta puthur, dy sy për t'i parë, mezi pres të takoj aty ku rinim bashk, atje ku një pjesë të zemrës e lash. Mezi pres të takoj aty ku rinim bashk, atje ku një pjesë të zemrës e lash. Në mërgim pa ty u ktheva dikur, të njëjtin gabim jo s'do ta bëj më kur. Në mërgim pa ty një tmeri pa fund, aty ku je ti dua të jem edhe unë. Në mërgim pa ty u ktheva dikur, të njëjtin gabim jo s'do ta bëj më kur. Në mërgim pa ty një tmeri pa fund, aty ku je ti dua të jem edhe unë. Zemro në Shqipëri, trupi në mërgim, i penduar jam që nuk të mora në fillim. Largësinë se duroj, malli po më bre, kur e di që dashuria atje po më pre. Largësinë se duroj, malli po më bre, kur e di që dashuria atje po më pre. Në mërgim pa ty u ktheva dikur, të njëjtin gabim jo s'do ta bëj më kur. Në mërgim pa ty një tmeri pa fund, aty ku je ti dua të jem edhe unë. Në mërgim pa ty u ktheva dikur, të njëjtin gabim jo s'do ta bëj më kur. Në mërgim pa ty një tmeri
mjeri pa fund, aty ku je ti, dua të jem edhe unë. Shumë e bukur kënga Kastriot, edhe videoklipi, i thjesht, i bukur, i pastër, edhe mesazhi ishte shumë i qartë, shumë i drejtë, edhe teksti binte në shumë. Arsimi ka punuar, është djali talentuar, thash dhe shpar. Edhe është bashkëpunimi imi dytë me këtë grup artistësh. Arsimi ka bërë dhe shumë këngë të tjera që i ka hite. Dhe më ka pëlqyer edhe ai ma ka kuptuar natyrën, një bashkëpunim i këndshëm. Por klipi ka vlera shumë, sepse Bledi i Max Production bashkë me Samiun kanë punuar jashtë zakonisht mirë, i kam miq shumë të mirë. Ishte realizuar bukur, Bukur. Tre pika ishin vendet e xhirimeve me çpash, 3 spote, po... Rudina e vështirë për të hyrë në aeroport, sepse edhe kjo situatë, për falemderit shumë djalit të Qet Kastratit, që më ndihmoi të paktën të hyjë në atë pjesë të kur një avion, një avion ishte, një avion ishte... Apo kushe disa fluturime janë shtyrë që të gjëve... Jo, nuk janë shtyrë. Ai avion është para do më thënë pistës fluturime, dhe si shduket kishte ndonjë remont, edhe morëm leje mbas leje dhe kështu që edhe pastaj interesant isha s'kisha hypur në njerë, unë lartësinë e kam shumë frikë, edhe kisha hyp tek ajo ndërtesa e Kastrati grup. Tek ajo, shumë interesant. Tirana duket shumë bukur. Tirana nga lartë, duket shumë e bukur, ne pam në plane, që kështë zgjedhur. Po edhe Bregdeti shqiptar promovojnë në një farë mënyrë. Ajo vajza që në kupton e kishin përzgjedhur mirë atë vajzën, shumë simpatike, ka luajtur bukur. Bukur. Kështu që përgëzime të gjithë ekipit që keni punuar për realizimin e këtij videoklipi. Ndërkohë, një tjetër këngë më herët, pra, ka ardhur për publikun. Një klip i bukur tjetër është punuar me nga ato regjizorët e radio-televizionit shqiptar, në fakt, një grup djem Gjergji është montazhier, një Denis... Gjergji Pano. Po, Gjergji Pano i talentuar shumë. Kënga është shumë e bukur. Kënga është për Tiranën. Pra, është kënga Tiranë e bukur Tiranë. Ne do të shfaqim disa momente tani, edhe ndoshta ta dëgjojmë, është kënga që Kastriot Tusha tha dikur e ka kënduar Gaço Çako, dhe jemi shumë kurioz në fakt ta ridëgjojmë. Është muzika nga Nikola Zoraqi, teksti Dritor Agolli. Ti ke përshtatur tekstin vetë, më pas që... Dhe orkestruar nga Fred Kaçinari. Dhe ndërkohë tekstin e ke përshtatur ti, apo... Tekstin paka shumë, po, paka shumë. Unë jam shumë kurioze ta dëgjoj pak, një fragment nga kjo këngë... është këngë e bukur dhe edhe mark Tirana në pjesët më të bukura, më moderne. Janë perla, që janë ADN-ja e muzikës letë shqiptare. Po në këtë klip, e kam filluar me i dhash një ide atë idealit, kjo është mbesa ime, Harperi. Kjo është fillimi i videoklipit, dhe ajo është Harperi, mbesa jote. Harperi aty është shumë interesant, sepse ka dalë në balkon për herë të parë mbas pandemisë. Edhe e kish marrë malli për Tiranën, edhe e ka në një lagje të bukur aty, edhe i thot gjyshes vetë, është filmuar me televizor. Ja Tirana jonë, thot, edhe shtu e filluar. Edhe ti e ke përfshirë në videoklip. E në fakt me që jemi tek nipëri dhe mesat e tu, ti e bërë gjysh i 3 herë gjysh. Jam dekoruar 3 herë nga Zoti. Dekoruar 3 herë, dekorata më e ëmbël, më e bukur, apo jo. Harperi, Lisa Lote, se mbaj mondemri. Lisa Lote që na e ka thënë aty. Goca e vajzës dhe Brani është djali. Djali. Kështu që nip 3 herë, ja tek i kemi dhe
të bukurit e tu mjalti, si shquan në përgjithësi Nipëri dhe Mbesa, të cilët ndoshta ende nuk e kuptojnë, po kur të rriten edhe pak do jenë shumë krenar për Ja dhe Harperi tani është 8 vjeç. Brani është 4 vjeç, Liza Lote është 3 vjeç. Do t'i dedikosh një këngë Nipërve të tu? Ti përfshish të gjithë bashkë? Me kismet po. Mendojmë për 2026. Do shifemi këtu bashkë. Vetë bashkë me Nipëri dhe Mbesa. Bashkë me Nipëri dhe Mbesa të vim këtu. Me të tre dhe me një. Për një këngë të bukur edhe një super program në studio. Kaslio Tusha, të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Uroj një vit të ri të mbarë. Çfarë do t'ju uroje ti shqiptarëve sot? Një urim për shqiptarët. Sa më shumë dashuri, sa më shumë respekt e mirënjohje për njëri tjetrin. Të falenderoj, të uroj shëndet edhe një vit të ri të shkëlqyer. Faleminderit që ishe me ne, Kaslio Tusha. Faleminderit që na ndoqët. Të dashurit do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë.